Genc Godanci për televizorit të shtatë. Kryeministri gjatë tyre muajve blokad, pothuajse gjithë deputetët e televizës vetëvendosje kanë deklaruar që i keni 61 vota për qeveri, por jo për kuvend. Madje edhe ju personalisht në një emision televiziv keni thënë që ata e dinë që unë i kam 61 vota për qeveri, andaj po mblokojnë këtu në kuvend. Ndërkohë dje e pam që i morët 56 vota, madje një më pak se sa Albina Axhiu që i pat marrë 57 për kryetaret të kuvendit. Çka ndodhi dje, pse nuk i patët edhe 5 vota, siç keni proklamuar gjatë tyre muajve? Së pari, ne jemi pyetur shumë gjatë pranverës, atëherë kur ne kërkonim votimin e fshehtë. Dhe ju e dini shumë mirë rezistencën e opozitës që të votohet me votim të fshehtë, ndonë se gjykata kushtetuese me një gjykim të mëhershëm ka thënë që votimi i fshehtë dhe votimi i hapur nuk kanë statuse të ndryshme vlerore, janë të barabartë. Meqense atëherë kryesuesi i seancës konstitutive, Avni Dehari, e provoi 6 herë votimin e hapur në gjysmën e 2 të prillit. Pa sukses, ne thamë ta provojmë votimin e fshehtë. Dhe në muajin maj, kur vinë këto deklaratat tona, vinë pikrisht atëherë kur duke i qartazi se kishte vullnet të opozita, por me kusht që të mos ekspozoheshin ndaj krerëve të partive dhe ndaj medjave në përgjithësi se e dhanë votën për konstituim kuvendit. Pra, kishte një lloj trysnie të jashtëzakonshme mbi deputetët në muajin maj, si vjet, që kurse të mos bëjnë as takime me lëvizjen vetëvendosje. E votimi i fshehtë për neve edhe ishte e drejtë, ligjore, edhe ishte obligim politik për të konstituuar institucionet që fillojnë me atë të kuvendit të legjislaturës 9, por në anën tjetër ishte edhe shans për dal nga gërçi. Dhe unë besoj që në atë periudhë po të votohej me votim të fshehtë, Albina Axhiu i ka pas 61 vota. Edhe sot e kësaj dite mendoj asaj. Tash nuk mund të themi se s'do ta provojmë asnjëherë më. Po, ose nuk dihet. Unë jemi bindur që në atë kohë Albulena i ka pas 61 vota me votim të fshehtë. Dhe insistimi im ka qenë më testoni, pra më provoni. Besoj që nga pranvera, vera e deri në vjesht, numrat kanë lëvizur. Prej 56 deri në 62-3, nga java në javë, dhe dje ishin 56, tash janë 3-4 deputet që na e kanë thënë shumë qartë, bëni ju 60 vota, ne jemi i 61. Kjo i bie që po t'i kishim 60, do bëheshim 63 ose 64. Po, jemi tash ku jemi këtu dhe vazhdojmë. Valmir Gallopeni për Radio Tugacinit. Zotri Kurti, kur e përmendet të çështjen e shkuarjes në zgjedhje të reja, do thotë nuk keni ndonjë përpjekje si lëvizje vetëvendosje ose ndonjë angazhim për mandatarin e dytë, edhe ju si partitë e tjera e përkrahni shkuarjen në zgjedhje të reja. Unë duhet si konfirmim, ndërsa sa i përket të zgjedhjeve të ardhshme, këni shihni si opsional për koalicion, se nëse për çdo mosmarrëveshje politike shkojmë në zgjedhje, duket më goxha interesant pastaj, por na bjen goxha shpesh me shku në zgjedhje. Nuk arrini të bëni qeverin, duhet me shku në zgjedhje. Nëse nuk arrini me bë prapë me zgjedhë presidentin prapë në zgjedhje. Mos me mujt me e zgjedha dhe ndonjë udhëheqës të ndonjë institucioni tjetër prapë në zgjedhje. A ka ndonjë ndryshim të qasjes ose a do të largoni vija të kuqe, qoftë për partitë e tjera, e para dhe e dyta, a ka gjas që të ketë një qasje tjetër nga ana e lëvizjes vetëvendosje, pasi që partitë e tjera kanë thënë që edhe gjuhën që e keni përdorur në fushat i ka larguar ata ose ja ka pamundësuar që të kenë një bashkëpunim me ju. Duhet të presim zonjën presidente për hapat e më të tjeshëm. Unë besoj që ka qenë mirë të ishim kursyer së paku nga zgjedhjet në dhjetor. Nëse si dalim do të shmangim zgjedhjet në prill, atëherë së paku në dhjetor të mos i kishim. Meqense tash ju e dini të gjithë ne jemi të përqendruar shumë tek balotazhi në komunat ku marrim pjesë, por nuk është në dorën tonë. Besoni, jemi përpjekur maksimalisht, kemi ofruar kompromise, koncesione, por nuk u bë. Dhe tash sa i përket gjuhës, nëse shikoni ju se çfarë na kanë thënë, na kanë quajtur neve, është pakrahasueshme me çfarë mund t'i ketë thënë ndonjëri prej nesh atyre një herë. Është dallim i jashtëzakonshëm.
unë nuk besoj që ka pas në Republikën e Kosovë në i kryeministër më të ofenduar e sharë se sa. Ma gjeni, shikoni në për arkiva, edhe mbledhni të gjitha dhe e janë në konkluzion në base edhe faktik statistikor. Por edhe njëherë po e theksoj çfarë kam thënë disa muaj më herët, problemi i mos pajtimeve nuk ka të bëj me gjuhën që përdoret. Sepse çka i kanë thënë këta njëri tjetrit, e janë bërë bashk, or do të ishte e pashpjegueshme. Janë në pikë pyetje, ose në pyetje interesat. Tash, lëvizjeve të vendosin në qeverisje, unë si kryeministri i Republikës, duket që duke bërë gjërat mira për Kosovën, kam prish disa pazare e kumari. Po ky s'ka qenë qëllimi im. Qëllimi im nuk ka qenë t'ju prishje atyre pazarëve dhe kumarit. Qëllimi im ka qenë të bëj mirë për Kosovën. E tash që duke bërë mirë për Kosovën, disa i humbim privilegjet nga pazarët dhe kumarit, s'kan çfarë ju bëj. Dhe ankesat e tyre nuk mund të më ndalin mua dhe as qeverinë e Republikës Kosovës, qoftë në detyrë ose fuqi plot. Por nëse ju megjithatë insistoni që na qenë ka gjuha problemi, pse të mos bëhet Sulejman Meholli kryetar komune në Vushtrri? Vetë vendosja me LDK-n bashk. Pse aty s'po bëka? Çfarë të keqe i ka thënë Sulejman Meholli kryetarit të LDK-s ose në anëtarit të kryesisë që tash nuk po bëka i mbështetshëm nga LDK-ja koalicioni në Vushtrri. Edhe njerë po e theksoj, ka të bëj me pazare, kumari, interesa, nuk ka të bëj për fjalët e përzgjedhura ose jo në deklarimet publike. Përshëndetje, jam Arlinda Sejda prej Radio Televizionit të Kosovës. Kryeministër ka pasur deklarime të liderëve të partive tjera gjatë ditës së djeshme, mirë po janë 64 vota potenciale që mund ta krijojnë një qeveri. A mendoni se mund të ndodhë kjo dhe në anën tjetër derisa po flasim për zgjedhje të jashtëzakonshme, a pritet të ketë ndonjë risi sipas jush? Më falni nëse bën edhe një herë të më tregoni si keni arritur të ky numri 64? Opsionalisht 64 vota të mundshme të partive të tjera përfshirë edhe listën serbe. Ndoshta përfshirë edhe listën serbe, por ju e dini që dje u bë një deklarim nga PDK-ja që nuk ka koalicion, kështu që 64-shit heqja 24 me njëherë. Ai bie ashtu. Në bazë deklarimeve të tyre, me qenë se pyetja e juaj ishte bazuar në liderët e partive politike të tjera, pra minus 24 prap nuk i kanë. Edhe kjo presupozon që ata mund të bëhen me listën serbe. Nuk e di a është dikush prej partive opozitare aq optimist për këtë gjë, nëse e synojnë atë, por edhe njerë po them, është në diskrecionin e zonjës presidente rruga përpara. Qëndrimi im për listën serbe nuk ka ndryshuar dhe është e rëndësishme që kemi instaluar më në fund pluralizëm politik në të gjitha komunitetet. Ne shqiptarët që jemi rreth 92%, kemi me 10 parti politike, 3 deputetët e partive bosnjake janë të 3 partive të ndryshme bosnjake, 2 deputetët nga komuniteti egjiptian janë nga 2 parti të ndryshme. Pse u dashka që vetëm komuniteti serb të jenë vetëm të një partije. Tash e kemi edhe në Nadrashiqin, edhe unë besoj që nuk bën t'i bëhet e padrejt atij, duke reduktuar komunitetin serb në përfaqësimin politik vetëm tek lista serbe. Marrëm edhe një pyetje prej kolegës nga media serbe. Вече Милана Максимович, Kosovo Online. Gospodine Kurti, ukoliko u budućnosti bude došlo do formiranja vlade Kurti 3, da li imate neki plan? Da li imate neki plan kako da se vodi dijalog sa Beogradom u budućnosti? Sa zvaničnim Beogradom mi imamo sporazum, ne samo dijalog. Mi imamo sporazum iz Brisela iz februara meseca 2023. godine.
Potom imamo i onaj implementacioni aneks iz Ohrida iz marta meseca 2023. godine. Treba izvršenje istih, treba implementacija tih sporazuma. I ja sam spreman za to. Znači, nama treba normalizacija odnosa putem implementacije tih sporazuma, jednog sporazuma tjedno i aneksa za implementaciju, ali istovremeno mi tražimo da najpre Beograd predaje glavnog kriminalca i teroristu Milana Radojčića, koji, što se tiče našeg tačka gledišta, on je u bekstvu. A što se tiče Beograda, izgleda da je on postao i nekakav telohranitelj predsjednika Srbije i on nije sam, on je zajedno sa najmanje 44 svojih paravojnih drugova koji su ubili kosovskog policajca Afrim Bunjakova, narednika Afrim Bunjakova, i koji bi trebalo da se predaju našim organima, jer na Kosovu dobit će pravan i pravedan sudski proces. Kosovo je mnogo demokratičnija država od Srbije, ovdje imamo vladavinu prava, a također imamo i EULEX koji nadgledava najvažnije sudske procese. Znači, najpre moraju da predaju Milana Radojčića i istovremeno da imamo izvršenje, implementaciju našeg sporazuma. Ja mislim da je to veoma važno za normalizaciju naših odnosa. Izgleda da neće doći do toga uskoro, zbog toga što Srbija, nažalost, sve više postaje kao jedna druga Bjelorusija u Evropi. Ako Kremlin ima u severoistoku Bjelorusiju, u južnoistoku Evrope, nažalost, ima Srbiju. Fetija prej TV1. E para, ne du ta presim zonjën presidente, nga e çfarë kemi parë dje, të gjithë jemi duke u përgatitur për zgjedhjet e reja, a do të jetë Besnik Beslimi shefi shtabit, nuk e di, e përcakton kryesia e lëvizjes vetëvendosje për këtë gjë, ka mundësi që do të jetë Besnik Beslimi sërish, por tash po dyfishohen zgjedhjet përveç balotazhit edhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërka që sa i përket koalicioneve për bes mas këtyre 8 muajve, unë nuk e di që është mund të pysni për koalicione. Dhe me dhënë është më vështirë tash të bëhen koalicionet, pakrahasimisht se sa le të themi para 8-9 muajve apo një viti, për shkak të vonesave dhe pengesave që janë shkaktuar, duke mos harruar që ato duhet të numërohen realisht prej 15 prillit e këtej, se deri në 27 mars nuk janë certifikuar zgjedhjet. Dhe në këta 6 muaj e gjysmë gati, mbi 5 muaj janë duke e pritur gjykatën kushtetuese, ku lëvizja vetëvendosje dhe unë si kryeministër nuk e kemi dërguar asnjë ankesë. Ankesat i kanë dërguar të tjerët dhe i kanë shkaktuar vonesat e pengesat. Prandaj, në këtë atmosferë si jemi tani, unë nuk shoh mundësi për koalicion, por në zgjedhjet e ardhshme do ta keni atë që në fakt nuk është se është ditur. Një lloj referendumi. Midis asaj çfarë kemi parë në këto 4 vjet e gati 8 muaj të qeverisjes sonë dhe të asaj çfarë kishim përpara. Urdhroni, me që është vesh edhe një. Okej, duke parë parasysh që të gjitha partitë
Besoj që tash është e qartë që duhet t'i pretendojmë edhe më shumë se përpara. Sepse pikërisht një situatë e tillë na sjell qëndrueshmërinë politike në shtet dhe stabilitetin institucional në Republikë. Dhe pyetja krejt e fundit, meqense se nuk e kam vrejtur dorën e juaj të ngritur. Atëre, faleminderit shumë. Nuk mund të zaventohet kjo. Faleminderit shumë.